Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Vazhdojna me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala në dersin e ditë rreth një prej nanave të besimtarëve, ajo është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dersin e kaluar kena fol për Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Edhe më shumë kena fol në aspektin e jetës private të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Sot me lejnë Allahut azza wa jall dhe folim për një aspekt tjetër të jetës Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Ajo është aspekti pak më publik i jetës asaj, apo aspekti i mënyrës se si ajo e ka përhap diturinë të cilën e ka përfituar nga i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Krejt ummeti dhe krejt dietarë cilët kanë studiuar jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe diturinë të cilën e kanë trashëguar gjeneratat e para nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me do mos kishin kalu në për diturinë të cilën e ka transmetuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nga se ajo është një prej 7 sahabeve të cilët kanë transmetuar më shumë se 1000 hadithe. Bile më saktësisht, Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka transmetuar diku mbi 2200 hadithe nga i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Këtë dituri të çmuar u ka transmetuar gjeneratave të cilët kanë ardhur pas gjeneratës së sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumë faktorë kanë ndiku që mu Aisha radhiyallahu ta'ala anha tjetë ajo e cila u ka transmetuar gjeneratave në vijim apo tashme këtë diturit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtë trashëgimi. Në dersin e kaluam tham se prej shkaqeve të cilat e kanë bërë pejgamberin e Allahut që ta marton Aisha radhiyallahu ta'ala anha është fakti se Aisha radhiyallahu ta'ala anha është prej njerëzve më të zgjuar. Domethënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë prej njerëzve të cilët kanë qenë inteligjent dhe zgjum, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pasë se kjo grua është e përshtatshme që ajo t'ua bardh gjeneratave në vijim pjesët më detajet jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu jeta të cilën e ka kaluar Aisha radhiyallahu ta'ala anha me në shtëpinë e babës së saj, është Ebu Bekri radhiyallahu an, e ka bërë që kjo grua dhe kjo sahabesh ti marr informatat nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, pastaj ti transmeton në mënyrën më precize dhe më të mirë. Andaj thot Aisha, duke e përshkruajtur jetën e vet përpara martesës me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot kur kom ditë thot unë për veten time e kom pasë nanën edhe babën i kom besimtar. Do me thonë, nuk ka ditë ajo nga jeta asaj përpos se Ebu Bekri edhe nana e saj, Rumani kanë qenë besimtar të cilët janë bindë Allah dhe kanë pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bile thot, baba im thot, një kohë prej periudhës kur ka jetu në shtëpit babas vet, thot, ka marrë një pjesë të oborit shtëpisë tonë dhe e ka bërë xhami. Sepse ndoshta e mbani me në disa derse e kina përmenë se Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala Kurejshet ja kanë ndalu që të falet rreth Ka'bes. Andaj marrëveshjen cilën e ka bërë Ebu Bekri nëpërmjet një njeriu i cili ka qenë ndërmjetësues dhe ka qenë si garancë për sigurinë e Ebu Bekrit, ka qenë që Ebu Bekri mos të falet në Ka'be, mirë po mushrikët t'ja lejojnë të jeton brenda në Mekë. Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala nuk është falë në Ka'be, mirë po ka marrë për veten e tij faktore tjetër. Ajo është ka qenë obori i shtëpisë vet. Andaj Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala ka nis të falet. Edhe ka lexuar Kur'an me zon, siç tregon Aisha radhiyallahu ta'ala. Dhe thot Aisha wa kana rajulan bakka'an, ka qenë njeri i cili shumë ka qaj. Nuk e ka mbajt lotin as pak kur e ka dëgjuar fjalën e Allahut azza wa jall. Edhe thot është fala ati, ndërsa njerëzit cilët kanë kalu për rreth, sidomos gratë dhe fëmijët e Kurejshve, prej mushrikinve, çdo herë kur e kanë dëgjuar Ebu Bekrin tu lexuar Kur'an, janë dal edhe janë mahnit me leximin e Ebu Bekrit Kur'anit dhe me mënyrën e falmës cilën e ka bërë Ebu Bekri, për shkak se kisen nuk ka qenë i njohur tek Kurejshet në atë kohë. Andaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kjo ka ndiku që Kurejshët ta tregojnë pak natësinë e tyre me këtë vepër të Ebu Bekrit. Dhe një ditë për ditëve kanë thirrur atë njeriu i cili ka qenë ndërmjetësues mes Ebu Bekrit dhe Kurejshëve dhe i kanë thonë hiqja garancën e sigurisë Ebu Bekrit. Për ndryshe ka thonë ne do të armiqsojmë ti edhe Ebu Bekrin dhe familjen e tij. Andaj ka shku ky njeriu te Ebu Bekri dhe i ka thonë, o Ebu Bekr, Kurejshët më nuk lejojnë që të falesh namaz. Ka thonë Ebu Bekri, nuk ndodhet garanca jote.
Kam garancën e Allahut dhe Allahu mjafton. Andaj ky njeriu është larguar dhe ka vazhduar gjendja e Abu Bekrit kështu deri sa muslimanët kanë bërë hijret. Ajo çka përfitojnë ne prej kësaj se Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka mësuar prej babës vet mënyrën e thirrjes në fenë e Allahut. Dhe se çdo musliman dhe çdo individ i shoqërisë muslimanëve ka një lloj përgjegjësie për thirrjen e tij të njerëzve në fenë e Allahut azza wa jall. Ose me fjalë, ose me vepër. Siç e ka bëu Abu Bekri radhiyallahu ta'ala. Abu Bekri veç është fal në obor dhe kanë pa kalimtarët cilët kanë kaluar rreth shtëpisë atyre. Nuk ka fol, nuk i ka thirr me gojë njerëzit në fenë Allahut, po i ka thirr me këtë vepër plus me sjelljet e mira me cilat është njohur Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Aisha radhiyallahu anha është edukuar në hijen e këtyre veprimeve të babës edhe të nanës saj, radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Tu urit, ajo veç se ma ka qenë pjesmarës në ndodhit më të mdoja të umetit për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që, thot Aisha, thot, kur tu urit, gjdo dit, thot, e kom pa pejgamberin e Allahut azza wa jall si ka ardhur tek unë. Do me thonë si ka ardhur në shtëpinë tonë, në shtëpinë e Abu Bekrit, në sabah dhe në akşam. Për ditë i dërguari i Allahut ka ardhur në vizitë tek Abu Bekri radhiyallahu ta'ala. Në sabah dhe në akşam. Një ditë kur nuk ka ardhur, ka qenë e çuditshme për familjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala. Andaj Aisha e ka pasë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konsultohet me Abu Bekrin dhe është bën qendër të ndodhive të umetit dhe pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka marrë pjesë në hijretin, cilin e kanë bërë musliman nga Mekja për në Medinë. Do me thonë ka bërë hijret me familjen e saj, bashkë me nanën e saj Romanin dhe fëmijët tjerë të Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Pasi kanë dalë Medinë, Aisha radhiyallahu ta'ala anha është martuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur betejë e Uhudit dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam si në çdo betejë e ka pasur si zakon të boje short mes grave mes bashkëshorteve të tija, që ta zgjedh një prej grave e cila do të merr pjesë në betejë, do të thonë do ta shoqëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejë. Andaj në Uhud i ka ra shorti Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Sa kanë dalë në Uhud, musliman në fillim kanë nisë të fitojnë në betejë. Mirë po kanë ndryshu lëvizjet e betejës, edhe musliman kanë nisë tërhiqen dal nga dal, tu tërhek, ashtu numri i plagosurve të muslimanëve dhe ashtu numri i të vranëve nga ana e muslimanëve. Tregon Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, thotë e kom pa Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe Sulejmin të dijat së bashku, duke mbajt enë me ujë. I kanë mbush këto enët me ujë dhe i kanë çu tek njerëzit të cilët kanë qenë plagosët dhe thot u kanë dhënë të pinë ujë njerëzve të plagosët. Kjo vajzë e re në mosh ka qenë pjesëmarrës në ndodhin më të madhe e cila u ka ndodhur muslimanëve në atë kohë, betejë e Uhudit. S'ka pat diçka më e madhe e cila u ka ndodhur muslimanëve në këtë kohë se sa momentet të cilat i ka jetuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dhe ajo ka qenë e cila u ka mbajt shpinën njerëzve të cilët janë plagos ose kanë bet gjallë pastaj ose të cilët kanë rrah shahida në rrugt të Allahut azza wa jall. Tregon Enesi thot këto dy gra për grave të tjera i kanë pa të mbuluara për shkak se nuk i ka njoft, se kanë qenë mbuluara me mbulesë. Thot nuk i kanë dallu gra të tjera përpos se Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe Sulejmin. Po ashtu personaliteti i Aishës tregon se ajo pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë pjesëmarrëse në ndodhit më të mëdha të umetit pejgamberit alaihi salatu wasallam. Andaj ka qenë nga ana e Zubairit radhiyallahu ta'ala dhe Talhes në, domethënë në ndodhinë e Deves apo Xhemelit siç quhet. Pastaj pasi ka ndodhur kjo betejë në betejën e Xhemelit dhe janë vrarë disa prej muslimanëve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka vendosur që nga ky moment të largohet dhe mos merr pjesë direkt në ndodhit e mëdha mesin e muslimanëve. Mirë po ka vendosur që këtë ta bëj me anë të këshillimeve, qoftë me letër apo direkt, sidomos me këshill të udhëhecëve të muslimanëve. Andaj një ditë për ditëve, Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu ta'ala anhuma i ka shkruajt letër Aishës radhiyallahu ta'ala anha duke e pyet për një çështje shumë të madhe. Domethënë është konsultuar me gruan e të dërguarit Allahut alaihi salatu wasalam, me nanën e besimtarëve. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha i ka shkruajt letër dhe ja ka kthyer letrën dhe ka thonë ila Muawiya selamun aleik. Ka thonë deri tek Muawiu selamu aleikum. Thot Aisha amma ba'd fa inni sami'tu Rasulallah. Kjo është letra Aishës, një hadith për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për krejt konsultimin cilin ja ka ba Muavija, ja ka shujt vetëm një hadith për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot unë e kam dëgjuar të dërguarin Allahut alaihi salatu wasalam i cili ka thënë: "Men iltamasa ridha Allah
bisaqatin nas kefahu Allahu ma'unatan nas. Ai cili kërkon kënaqësinë e Allahut dhe njerëzit kënaqen dhe njerëzit hidhrohen me këtë punë që e bën. Do të thonë ky njeri me këtë vepër kërkon që Allahu të jetë i kënaqur me të, mirë po njerëzit hidhrohen. Po ki don që Allahu ta kënaqë, thot Aisha, Allahu Azza wa Jall i largon ndihmën për njerëzve. Do me thonë, ki njeri s'ka nevojë për ndihmën e tyre, nga se Allahu e ndihmon. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhati Allah wakkalahu Allahu ila an-nas." Dërsa ai i cili kërkon që t'i kënaq njerëzit duke i hidhruar Allahun Azza wa Jall, Allahu e bën që krejt veprat e tij të lidhen me këto njerëz. Kërkojsh kënaqësinë e njerëzve duke hidhruar Allahun, Allahu t'i lidh veprat tua me kënaqësinë dhe hidhrimin e këtyre njerëzve, dhe jo me veprat dhe jo me kënaqësinë dhe hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është prej dënimit njeriu të pikën dinja. Ti boje veprat për njerëzit, njerëzit a të kënaqen apo të hidhrohen. Dhe me kaq e ka mbaruar Aisha radhiyallahu ta'ala anha letrën e saj. Kujtja ka dërguar letrën? Khalifes muslimanëve. Do me thanu khalife, nëse një ditë pi ditëve të ka shku mendja ta bësh një vepër me cilën do t'i kënaqësh njerëzit dhe do ta hidhrosh Allahun, ta dish se krejt veprat në të ardhmen do të jenë të lidhura me kënaqësinë e njerëzve dhe hidhrimin e tyre dhe jo me kënaqësinë e Allahut dhe hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Me këto fjalë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ja ka kthy letrën Muavijut radhiyallahu ta'ala anhu. Po ashtu Aisha ka qenë e njohur si grua e cila i ka këshillu khulefat, cilët kanë qenë përpara Muavis radhiyallahu ta'ala. Po ashtu i ka këshillu udhëhecit e qyteteve me autoritetin cilin e ka pat ajo, si nga ana se ka qenë grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu nga ana se ka qenë prej njerëzve më ditur gjeneratës sahabeve. Prej njerëzve më ditur gjeneratës sahabeve, nuk folim nga tabiin, do me thonë ina tu fol për sahabet se ka qenë prej sahabeve më ditur, andaj jo rastësisht transmeton më shumë se dimi hadithe nga i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam. Për këtë thot Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, një prej dietarëve të tabiinëve, thot Ata: "Kanat Aisha afqaha an-nas wa a'lama an-nas wa ahsana an-nas ra'yan." Këtë që e thot Ataja është dëshmi se Aisha ka qenë për njerëzve më të mençëm. Edhe pse ata thot se kjo ka qenë, Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë njeriu më i mençur i kohës së saj. Thot ata, kanat Aisha afqaha an-nas, ka qenë njeriu më i ditur rreth fiqhut. S'ka pat njerë më ditën rreth fiqhut sipas mendimit të atas. Po ashtu thot, wa a'lama an-nas, dhe ka qenë njeriu më i ditshëm. Ka ditë fiqhun, kjo është një, do me thonë, një ekspertizë. Pastaj vazhdon dhe e zgjanon pak atë rrethin dhe thot ka qenë njeriu më i ditshëm dhe thot wa ahsana an-nas ra'yan, dhe njeriu i cili ka pat mendim më të fortë. Do me thonë mendimet, kur ka ardhur puna e mendimeve dhe ka pru Aisha radhiyallahu ta'ala anha mendimin e saj, mendimi i saj ka pat përparësi ndaj mendimeve njerëzve tjerë. Me këto fjalë ka përshkruajt Ata ibn Abi Rabah Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Prej shkaqeve të cilat e kanë bën Aishën të arrijë këtë gradë, këtë deregje, ka shumë shkaqe. E para, si thamë më para, është inteligjenca edhe memoria e saj. Ka mbajt mend gati se detajet më të imta nga jeta e saj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Inteligjenca e saj edhe memoria e saj e ka dalluar Aishën nga gratë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gratë tjera të pejgamberit alaihi salatu wasallam transmetojnë hadithe. Ka pat prej grave tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam cilat kanë jetuar më gjatë se Aisha, mirë po nuk e kanë arrit këtë gradë të cilën e ka arrit Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Po ashtu faktor tjetër është se Aisha radhiyallahu ta'ala anha është njoft me dy sende të cilat kanë qenë krenarin shoqërinë e arabëve në xahiliet dhe pasi që arabët e kanë pranuar islamin. E para është gjuha e pastër cilën e ka folë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe e dyta është poezia. Dhe këto dy sende tek arabët me do e mos kanë qenë të lidhta njëna me tjetrën. Ai i cili ka ditë poezi, ka ditë flet arabisht, kjo tek njerëzit e thjesht, ndërsa tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo s'ka vlet. Nga se i dërguari Allahut e ka pat fjalorin më të pastër, mirë po nuk ka ditë poezi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ande Allahu kur e ka përshkruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka thonë? Wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu. Ne nuk ja kena mësuar ti poezin, as nuk i takon Muhamedit alaihi salatu wasallam që të merret me poezi, nga se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka ardhur me mesazh dhe me porosi i cili ka qenë sfidë
për njerëzit e asaj kohe dhe njerëzit deri në ditën e gjykimit, ai është Kur'ani. Njerëzit cilët kanë qenë njohur me poezi dhe me gjuhë të pastër, elokuencë të pastër, ka ardhur Kur'ani dhe i ka sfiduar se benja vetëm një ajet si libri i Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo ka qenë me mrekullia me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faktor tjetër vllazni është se siç tham më herët, Aisha radhiyallahu ta'ala anha është edukuar në dy shtëpi më të mira në faqen e tokës. Shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe shtëpia e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhum. Do të thonë edukatën e saj e ka marrë nga Abu Bekri dhe Rumani 9 vjet. Pastaj e ka marrë edukatën 9 vjet të tjera deri në vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Po ashtu ajo që është e rëndësishme se prej faktorëve të cilët kanë ndikuar që Aisha të arrijë këtë grad është se shpallja, ajo është wahyi nga Allahu nuk ka zbrit në një shtëpi prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpose në shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Dhe kjo ka qenë kështu nga se Allahu ka dëshiruar që ta kënaq dhe t'ja zbut zemrën pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse i dërguari Allahut ka shpresuar që mos t'i vjen shpallja përpose në shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Andaj çdo herë kur ka ardhur Kur'ani, kur ka zbrit një pjesë Kur'anit, ka zbrit në shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Thot Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, një prej sahabëve, thot ma ashkala alejna ashab Rasulillah alayhi salatu wasalam. Çdo herë thot kur ne sahabët e dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam kemi pat një problematik, i na zonë për një çështje dhe kina polemizuar rreth saj, thot çdo herë kur e kemi pyet Aishën për këto polemikat, thot ajo ka pat përgjigje për polemikat cilat na kanë bën neve problem sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo tregon se gjendja në cilën ka jetuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe gjendja e saj se sahabët e mëdhej kanë shku kanë marrë fetva nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha për çështje cilat kanë pat ato polemik, kanë polemizu, pastaj kanë shku te Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe ajo ka gjikuar në bazë të diturisë të cilën e ka pat nga i dërguari Allahut alayhi as-salatu wassalam. Aisha radhiyallahu ta'ala anha është njoft prej sahabëve cilët më së shumti e kanë përhap trashëgiminë të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. Do të thonë kena pashtu Abdullah ibn Abbasin, Abdullah ibn Mas'udin, Enesin radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairan, Abdullah ibn Jabir, këto gjithë kanë pat nxënës. Mirë po në Medinë nëse flasim, nxënësit apo dietarët më të njohshëm të tabiinëve dhe imamat e Medinës kanë qenë nxënës të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Dietarët më të mëdhej të Medinës kanë qenë nxënës të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. I pari prej tyre është Urwa ibn Zubair, vllau i Abdullah ibn Zubairit. Urwa ibn Zubair është djali i motrës Aishës, i biri i Esmas radhiyallahu ta'ala anha. Urwa ka qenë bile talebja më i afërt i Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe ai i cili ja ka krijt punët e përditshme dhe nevojat e përditshme të cilat i ka pat Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Do të thonë ka qenë në vend të birit të saj. Urwa ka qenë në vend të birit të saj, do me thoni i biri i motrës asaj. Talebe tjetër i Aishës ka qenë Mesruqi. Mesruq është një prej talebeve dhe prej tabiinëve të ditur, prej imamave edhe prej kolozve të gjeneratës së tabiinëve, i cili diturinë e vetë ka marrë nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Bile kur ka qenë i vogël, Aisha e ka marrë në përgjegjësinë e saj që ajo të kujdeset për atë. Do me thonë ajo ka paguajt për ushqimin e tij, ajo ka paguajt për mënyrën, për çdo send çfarë ka pat nevojë. Mesruqi atë e ka marrë në përgjegjësi, do me thonë kefale i thojnë arabisht, Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Talebe tjetër është El-Qasim ibn Muhammad, një prej imamëve të Medinës. El-Qasim ibn Muhammad është biri i kujt? I Muhamedit, i birit Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhuma. Do me thonë kjo i bie djali i vllaut të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Edhe ky është një prej imamëve të Medinës dhe diturinë e ka marrë nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Po ashtu si nxënës shumë i njohshëm i Aishës ka qenë një femër, e cila llogaritet një prej transmetuesve më të njohshëm në hadithet e Aishës. Se ajo ka transmetuar hadithet e Aishës përpos Urwa ibn Zubairit. Ajo është Amra bint Abdurrahman al-Ansariye. Kjo Amra ka qenë shumë e afërt me Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe ka qëndruar një kohë gjatë me Aisha radhiyallahu ta'ala anha, andaj llogaritet për njerëzve të cilët e kanë pat një pjesë të madhe të diturisë së Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Mënyra se si Aisha e ka shpërnda diturinë e asaj ka pat metodologji të caktuar. Ka dalluar ndoshta për disa pika nga dietar të tjerë prej sahabëve si Ibn Mes'udi apo Ibn Abbasi apo të tjerë.
Sendi I parë me cilën karakterizohet metodologjia e Aishës radhiyallahu ta'ala anha në transmetimin e diturisë nga I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam është preciziteti në transmetimin e meseleve. Ne kur e marrim një mesele, ne ja bojna e kina ndaj. Vallaj nuk e di, e kom lexuar, e kom ni, po m'duket se kësha. Aisha radhiyallahu ta'ala anha me gjithë këtë dituri, të cilën e ka marrë nga I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, e ka përcjell këtë dituri në mënyrën sa më të mirë dhe në mënyrën më precize. Po ashtu se I përket transmetimit, po ashtu edhe në kuptimin e teksteve të cilat kanë ardhur, qoftë në Kur'an apo në Sunet, qoftë ajo I ka transmetuar apo dikush tjetër. Andaj një ditë pi ditëve ka ardhur Urwa ibn Zubair dhe I ka thënë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, a ken dëgju se çfarë thot Ibn Abbasi? Ka thënë Aisha, dhe çfarë thot Ibn Abbasi? Ka thënë, çtash Urwaja, si talebe më I afërt I Aishës, ka mësuar të dikush tjetër veç Aishës. Edhe dëniherë Aisha radhiyallahu ta'ala anha I ka ra, do me thënë I ka ra fizikisht. Ka thënë shkojsh marrish të unë dituri, pastaj shkojsh të dikush tjetër e kontrollojsh diturinë teme. Do me thënë, Urwaja një ditë për ditëve ka marrë diçka një hadith nga Abdullah ibn Abbasi. Edhe ka ardhur tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe I ka thonë, oj nana ime, a ke ndëgju se çfarë thot Ibn Abbasi? Ka thonë Aisha, çfarë thot Ibn Abbasi? Thot Ibn Abbasi transmeton një hadith se I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thonë, ai I cili e ka një jetë të pret kurban dhe e ka marrë kurbanin, është njësoj sikur se ai I cili është në hax. I ndalohen sendet sikur se I ndalohen atij I cili është një hrama. E kuptoni meselen, do me thonë e keni ndigju meselen si meselen. Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, ka gabu Ibn Abbasi. Ka thonë Urwaja, si ka gabu? Ka thonë, unë kom qenë aty, kur I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam I ka pregadit kafshët për kurban. Do me thonë, ditët në vijim, pejgamberi sallallahu do të thërë kurban dhe nuk është largu nga sendet nga të cilat largohet haxhiu. E ka transmetuar cilën e ka pa nga I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Mbas asaj ka thonë, ka gabu Ibn Abbasi, se unë e di këtë mesele më mirë se sa që e din Ibn Abbasi. Nga se I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, sendet e ndaluar me cilat I ka haxhiu, me ka mund t'i boje, me kush mund t'ja dije më mirë se sa familja ati, askush. As Ibn Abbasi, askush nga sahabët tjerë. Andaj Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, nuk e ka kuptuar mirë këtë mesele Abdullah ibn Abbasi. Po ashtu, prej veçorive të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, në metodologjinë e saj diturisë, ka qenë se është rujt mos të fole pa dituri. Nëse nuk ka pat bazë ku ka mund të mbështetet, nuk ka fol Aisha radhiyallahu ta'ala. Për dallim nga ne. Për dallim nga çdo gjenerat e cila shkon do me thonë tu ardh, të cilët flasin fejnë Allahut azza wa jall pa asnjë argument. Dhe Allahu azza wa jall do të na merr, do me thonë, përgjegjësi për çdo fjalë që ne themi, sidomos kur këto fjalë janë për fejnë Allahut azza wa jall dhe I përshkruajmë Allahut sende të cilat Allahu nuk I ka thënë. Ose I mohojmë sende Allahut cilat Allahu ja ka pohu vetes vet. Kjo është rezultati I të folurit për fejnë Allahut pa dituri. Njeri nuk ka, do me thonë, background për fejnë Allahut azza wa jall dhe del dhe flet për fejnë Allahut subhanahu wa taala me krejt guxim. Ndërsa shiko këtë rast Aishës radhiyallahu ta'ala anha, cilin shumica për juve e din. Ka ardh Shurejhi rahimahullahu ta'ala te Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe I ka thonë, oj nona besimtarve, në trego për gjatësinë e mestit mbi meste. Ashtu e vetë të e pyet për një mesele të thjesht në fiqh. Me I thonë se cilit prej neve minjari kishtë dhënë fetfa. Edhe fëmijëve tonë japin fetfa për to. Fiqh o kitë e din këto Allah. Aisha radhiyallahu ta'ala anha me krejt diturinë e asaj, siç ka thënë Ata ibn Rabah, njeriu më I ditur në fiqh. Ka thënë pasha Allahun, këtë mesele shko pyet Ali ibn Abi Talib, nga se ai ka udhëtu më shumë me të dërguarin Allahut alayhi salatu wasallam se sa unë. Unë do shta di diçka, ama I di ma shumë se unë. Andaj, ajo është meritor të folën këtë mesele, jo unë. Do me thonë, kjo është sjellje e një njeriu I cili e ka kuptu rëndësinë dhe peshën e të folurit në fejnë Allahut azza wa jall pa dituri. Kjo është sjellje e njeriu I cili e ka kuptu thënien e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam. Pastaj e ka mishëruar sjelljen e tij kur ka thënë I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, "Men kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai cili ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit le të flet mirë ose le të hesht. Kjo është parim.
Kjo është parim fejnë Allahut subhanahu wa taala. Andaj nasnjë çështje cilën ne kena dyshim apo nuk e dina, s'bën të folim e mos flasim kur vjen puna për fejnë Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet tu lihet kjo punë atyre njerëzve të cilët din ashtu siç e ka bëu Aisha radhiyallahu taala anha. Pastaj ka shku Shuraihi te Aliu radhiyallahu taala anhu dhe ja ka bot njëjtën pyetje. Pastaj ka thënë Aliu radhiyallahu taala anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përcaktuar kohën e mestit për atë i cili është në vendin e vet, një natë një ditë, ndërsa për misafirin 3 net edhe 3 ditë. Çështje tjetër apo karakteristikë tjetër e metodologjisë Aishës radhiyallahu ta'ala anha është se Aisha i ka kuptuar dhe i ka bashkuar argumentet dhe ka nxjerr dispozitat në mënyrë më të urtë dhe në mënyrën më të mirë. Andaj një ditë ditëve, kur ka shkuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha në haxh me Urwa ibn Zubairin, Urwa ibn Zubair ka lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala inna as-safaa wal marwata min sha'airillah. Me të vërtet Safaja dhe Merwaja janë prej simboleve të fesë Allahut azza wa jall. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Nërsa ai cili ka bëu hax ose umre nuk e ka gjina, nuk ka dert nëse bën tavaf, do me thënë nëse sillet mes këtyre di kodrave. Urwa ibn Zubairi ka thënë Allahu azza wa jall thot ai cili nuk bën tavaf nuk ka gjina. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thënë bi'sa ma qult. Sa fjalë të keqe ke thënë. Të kish dasht Allahu të thot kështu e kish thënë si e ke thënë ti. Se Allahu ka thënë nuk ka gjina i cili nuk e bën. Thot Allahu faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Nuk ka gjina i cili tavaf me Safas dhe Mervës, sillet mes këtyre di kodrave. Urve ka thënë nuk ka gjina i cili nuk e bën kët. Aisha i thot sa punë të keqe ke thon. Allahu thot nuk ka gjina i cili e bën, ndërsa ti thu nuk ka gjina i cili nuk e bën. Pastaj ka treguar shkakun e zbritjes të ajetit. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe kjo është veçori e njerëzve të cilët i dinë shkaqjet e zbritjes ajeteve, sepse kjo i ndihmon njeriu ta zbresë dispozitën në realitetin ku jeton. Thot Aisha ensart në kohën e xahilietit, kur kanë bë umre ose hax, kanë ardhur kanë bë umre mirë po jo për Allahun. Ne kur bëjnë hax dhe umre çfarë themi? Lebeik Allahumma umra, lebeik Allahumma hajjan, për shembull. Ato kanë thonë lebeik ya manat. I kanë bë manatit. Wa manat ath-thalithata al-ukhra, cilën e ka përmend Allahu azza wa jall, një prej putave të njohshëm të arabëve. Kur e kanë bë kët umrën apo haxhin për menatin, i cili ka qenë rreth Qabes atij, nuk kanë desh që të largohen nga menati dhe s'kan shku të bëjnë tavaf rreth Safas dhe Mervës. Andaj kur kanë ardhur te dërguari i Allahut, i kanë treguar ja Rasulullah, ne në xahiliet kena bëu kështu edhe kështu, dhe ende sot ndjejmë gushti nga të kryerit e tavafit mes Safas dhe Mervës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht derisa kanë zbrit këto ajete. Kush bën hax dhe umre nuk ka dert nëse ai bën tavaf mes Safas dhe Mervës. Pastaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, jo nuk ka dert, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bë pjesë të haxhit edhe të umres tavafin mes Safas dhe Mervës, dhe nuk ka qenë ashtu siç ka pretenduar Urwa ibn Zubairi rahimahullahu ta'ala. Po ashtu prej karakteristikave të metodologjisë Aishës ka qenë kultura në polemik. Kush ka lexuar rreth biografive të sahabëve të cilët janë marrë me dituri e dinë se ato kanë polemizuar çështje ndryshme. Po ajo e cila i ka karakterizuar gjeneratat e para ka qenë kultura e mirë në polemik dhe edebi i lartë në polemik me njëri tjetrin. Andaj tregon Urwa ibn Zubairi rahimahullahu ta'ala se një ditë ditëve është ul afër Aishës radhiyallahu ta'ala, afër shtëpisë Aishës, sepse ato të cilët kanë ardhur marrin dituritë e Aisha kanë qëndruar ose jashtë shtëpisë së saj dhe murret në atë kohë kanë qenë me kasht dhe është ndëgjuar nga jashtë brenda dhe e kundërta. Ose janë ul afër shtëpisë së saj, ose si Urwa ibn Zubairi dhe Al-Qasim ibn Muhammad kanë hyrë në shtëpi me një dhomë e cila ka qenë e veçuar për dituri, por nëse ka pat njerëz të huaj, është vendos perde mes Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe njerëzve të huaj cilët kanë prezantuar për krah Urwës edhe Al-Qasim edhe njerëzve të tjerë cilët kanë qenë si mahrema të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Andaj thot Urwaja, një ditë ditëve jemi ul me Abdullah ibn Omerin, me sahabiun e njohshëm, rreth shtëpisë Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Kur janë ul aty, Abdullah ibn Omeri ka nis një hadith ta kallzoi.
Ndërsa Aisha radiallahu ta'ala anha s'kan dëgju. Pastaj Abdullah ibn Omeri I ka thonë Urwa ibn Zubairit I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam ka bë umre në muajin Rajab. Ndërsa ne kena marrë kur kena fol për umret se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në cilin muaj ka bë umret. Në Dhul-Qa'da. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë umret në Dhul-Qa'da. Andaj thot Abdullah ibn Omeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë një umre në muajin Rajab. Pastaj Urwa e ka ditë qëndrimin e Aishës dhe ka thonë oj nona jem Ibn Ebu Abdurrahmani thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë umre në muajin Rajab. A është e vërtet? Pastaj thot ka hesht pak Aisha radiallahu ta'ala. Dhe ka thonë Allah I mëshiroft dhe ja falt Ebu Abdurrahmanit. Nuk ka thonë s'di Abdullah ibn Omeri. Unë e di ma merë se me atë kum jeta. Ka thonë Allahu I mëshiroft dhe ja falt Ebu Abdurrahmanin. I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam nuk ka bë asnjëherë umre në muajin Rajab. Pastaj Urwa ka shikuar reaksionin e Abdullah ibn Omerit dhe Abdullah ibn Omeri ka ul kokën dhe nuk ka fol, si ka thonë Urwa, nuk ka thonë as po, as jo. Do me thonë është pajtu me atë të cilën e ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha. Po ashtu, prej asaj e cila tregon precizitetin e transmetimit të dituris nga I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam, është një hadith të cilin e transmeton Omeri radiallahu ta'ala, po ashtu edhe Abdullah ibn Omeri, të ditë nga I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë I vdekmi dënohet në varrin e tij për shkak të vajtimit, apo në hadith fjala është për shkak të qamurit të familjes së tij. Ka ardhur një prej sahabeve, Amra bint Abdurrahman, ka ardhur tek Aisha radiallahu ta'ala anha dhe ja ka transmetuar këtë hadith Aisha radiallahu ta'ala anha. Ka thonë kështu thot Ibn Omeri. A edhe Omeri radiallahu ta'ala anha transmeton të njëjtën fjalë. Ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha la'allahu nasi. Ndoshta ka haru ose e ka keq kuptu fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam e ka thonë këtë hadith për një grua jehudie e cila ka vdek, ndërsa familja e saj kanë qajt në kohën kur e kanë vëros. Andaj I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam ka thonë këto qajnë derisa I vdekmi I tyre dënohet në varr. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anha e ka kundërshtu këtë transmetim të Ibn Omerit edhe të Omerit radiallahu ta'ala anhuma. Ajo çka është e njohshme te dietar rreth kësaj, se Aisha ka transmetu atë të cilën ajo e ka ditë. Mirë po nuk do të thotë se Ibn Omeri dhe Omeri e kanë gabim. Edhe kjo është një prej qëndrimeve të njohshme dietarëve në këtë mesele, se njeriu dënohet në varr për vajtimin e familjes së tij ndaj tij. Kjo është një prej mendimeve të njohshme edhe pse do të thonë një numër I vogël I dietarëve e kanë, sepse shumica e dietarëve e kanë si tregon në Neveviu në komentimin e Sahih Muslim, thot Neveviu shumica e dietarëve kanë për qëllim, do të thonë dënohet për vajtimin, jo për qamurin, sepse fjalën buka kanë thonë se me ixhman e muslimanëve ka për qëllim vajtimin, jo të qamurin vetëm me lot, po e ka për qëllim vajtimin. Thot shumica e dietarëve e kanë komentuar këtë hadith duke thënë dënohet ai I cili ka lënë emanet që njerëzit pas tij ta vajtojnë. Ose medhhebi I Buhariut është dënohet ai I cili e ka pas si zakon gjatë jetës së tij të qaj për njerëzit tjetë vdekët, pastaj kur ka vdekë edhe vet, Allahu e dënon për këtë vepër duke ja shtu dënimin varësisht prej vajtimit të cilën I bën familja e tij. Mirë, po mendimi më I njohshëm është mendimi cilën e përmendëm nga Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala. Ajo çka neve na intereson nga ky rast është preciziteti I Aishës radiallahu ta'ala anha dhe dhënia e fetvave në bazë të asaj të cilën ajo e ka dëgjuar nga I dërguari Allahu alayhi salatu wasalam, duke mos dal mendimet e tjerëve dhe do me thonë duke mos dal mendimet e tjerëve, qofshin bazuar në hadith apo nuk janë bazuar në hadith. Po nëse ka pat në këtë çështje në cilën ka pat polemik, ajo e ka treguar mendimin e saj mbas të asaj cilën e kanë dëgjuar nga I dërguari Allahu alayhi as-salatu wasalam. Për metodologjisë Aishës radhiyallahu ta'ala anha po ashtu, është se ajo u ka bë test atyre të cilët kanë transmetuar hadith. I ka testu. Ka ardhur dikush dhe ka thonë, e ka treguar një hadith. Nuk e ka pranuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha minjar hadithin. Edhe nëse është prej sahabeve, e ka testu këtë sahabin, mos ndoshta ka gabuar në transmetim të hadithit. Kështu ka ndodhur një vjet kur ka qenë koha e haxhit,
Aisha radiallahu ta'ala anha e ka urdhëruar ibn Zubairin që të shkon të Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma, i cili është një prej sahabëve i cili transmeton shumë hadithe. Dhe i ka thonë shko të Abdullahu dhe merr prej atij hadithe, pyete rreth disa haditheve të cilat unë nuk i di. Aisha e dërgon Urwan që të merr dituri nga Abdullah ibn Amri dhe t'ia çon Aishës radiallahu ta'ala. Pastaj thot Urwa, ja shkova te Abdullahu dhe i tregova se më ka dërguar nëna e besimtarve dhe i thash për do mesele për cilat është të pyet Aisha radiallahu ta'ala anha, dhe thot më është përgjigj me një hadith. Cilin hadith? Thot Abdullah ibn Amr ibn al-As më ka treguar i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam se Allahu inna Allaha la yanzi'u al-ilma min an-nasi intiza'an. Allahu nuk e merr diturin për njerëzve duke nxjerr nga gjoksat e tyre, ta ngritet diturin për njerëzve. Mirë po Allahu e merr diturin për njerëzve duke vdek dietarët një nga një. Nuk ngritet dituria, nuk çohet, po vdesin dietarët dhe me to vdes edhe dituria cilën e kanë pat këto dietar. Vazhdon dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa yabqa fi an-nasi ru'usan juhala", dhe mbetet tek njerëzit pari, njerëz cilët e marrin vendin të folin dinin e Allahut, ndërsa nuk kanë lidhje me fenë e Allahut. Jon ignorant total në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ru'usan juhala yaftunahum bighayri ilm. Ju japin njerëzve fetva pa dituri. Dhe kjo është ajo cilën ne sot e shohim në mesin ton. Qoftë tek musliman në vendin ton apo madhërsisht, secili jep fetvan fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dije se nëse japish fetvan dinin e Allahut azza wa jall, pa dituri se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam të ka cilësu për njerëzve ruuz juhala, prej pariz xahilave, cilat e marrin vendin i cili nuk u meriton. Thot o yeftunehum bighayri ilm fayadilluna wa yudillun. Devijojnë pastaj vet edhe i devijojnë tjerët me fetva të cilat i japin. Kur e kanë dëgjuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha këtë hadith, është çudit me mënyrën se si pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ka tregu. Ka thonë nuk ma merr mendja se kjo është nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe nuk e ka pranuar këtë hadith. Kur ka ardhur viti i ardhshëm, ka thonë Urwa ibn Zubairit në hax, shko thuaj Abdullah ibn Amrit, ma tregoat hadith të cilin na ke tregu vitin e kaluar. Aishës i është kujtuar mbas një vjeti, du ta di atë hadith cilin e ke transmetuar nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Pastaj ka ardhur Urwa tek Abdullah ibn Amri dhe i ka thonë nëna e besimtarve, thotë kështu, dhe ja ka thonë hadithin me të njëjtat fjalë. Pastaj kur ka ardhur tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Urwa ka thonë nëna e besimtarve, kështu thot Abdullah ibn Amr, ka thonë pasha Allahun, nuk ka gënjejt, as nuk ka paksu, as nuk ka shtu prej asaj cilën na ka tregu vitin e kalum. Këto janë fjalët e të dërguarit Allahut alayhi salatu wassalam. Po ashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha për metodologjisë së saj ka qenë që mos gutët gjatë fjalimit, siç gutna ne sot. Do me thonë, kur ka fol për dinin e Allahut azza wa jall, ka fol ka dalë dhe i ka përsërit fjalët një herë, dy herë ose tre herë. Edhe këtë e ka mësuar nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Andaj një ditë për ditëve kanë qenë Urwa ibn Zubairi dhe Abu Huraira rreth shtëpisë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se Abu Huraira ka shku dhe ka transmetuar hadithe, i ka treguar hadithe Aishës, cilat Aisha radhiyallahu ta'ala anha nuk i ka ditë. Mirë po Aisha ka qenë të u falë, ka falë namaz. Dhe Abu Huraira ka transmetu hadithe, ka transmetu dhe ka shku. Pastaj kur ka thonë selam, ka thonë Urwa, është Abu Huraira, ati ka thonë s'është. Ka thonë pasha Allahu, kishtë qenë Abu Huraira ati di tregojsha se nuk transmetohen kështu hadithet, nga se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam nuk i ka tregu këto fjalë në këtë mënyrë. Me thonë pejgamberi Allahut ka fol ka dale dhe i ka përsërit fjalët nëse ka pat nevojë të përsëritën. Këto janë karakteristikat më spikata të metodologjisë Aishës radhiyallahu ta'ala anha sa i përket diturisë së saj. Po ashtu dietarët kur kanë fol për krejt, edhe ne kur kena fol deri tash kena përmend veçoritë dhe mirësitë e njerëzve të cilët i kena përmend. E pa dyshim se Aisha radhiyallahu ta'ala anha është për njerëzve me të cilët i ka veçuar Allahu azza wa jall. Me shumë veçori. Veçoritë e saj janë përmendura në Kur'an. Andaj Allahu azza wa jall ka zbrit 18 ajete të cilat folin për Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Krejt to 18 ajetet në to madhërohet sjellja e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam dhe ngritet pozita e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam dhe distancohet nderi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga çdo send dhe nga çdo mendim i keq i cili mund të shkojë njerëzve të këqij. Do me thonë këto 18 ajetet
flasin për të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam dhe për Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Po ashtu Allahu azza wa jall e ka veçuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur i ka zbrit këto ajetet me një fakt shumë të rëndësishëm. Ajo është se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lidh imanin edhe kufrin e një njeriut me lëvdimin ose ofendimin dhe fyerjen e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. A kanë derë më të madh se kjo? Nëse folim për imanin e dikujt dhe kufrin e tij, ta dish se imani edhe kufri i çdo njeriu varet prej lëvdatave ose fyerjeve apo ofendimeve të cilat ja bën Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Andaj thot Ar-Razi rahimahullahu ta'ala në tefsirin e tij, thot vet fakti se Allahu e ka lidh imanin dhe kufrin me lëvdimin apo ofendimin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, tregon se kjo grua ka me të vërtet pozitë lartë në fejen e Allahut azza wa jall dhe veçanti tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thot Ibn al-Arabi, inna ahla al-ifki ramu Aisha al-mutahhara bil fahisha. Ata cilët kanë folën kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ifkun, domethënë për shpifjen cilën ja kanë bërë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, dhe nëse kina përmend këtë çështje, se kina përmend disa derse më para, thot këto njerëz cilët e kanë akuzuar Aishën radhiyallahu ta'ala anha dhe Safwanin radhiyallahu ta'ala an, thot fe barra'aha Allah, fe kullu man ramaha bima barra'aha Allah minhu fe huwa mukadhibun lillah wa man kadhaba Allah fa huwa kafir. Thot këto njerëz cilët ja kanë bërë këtë akuzë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, pastaj Allahu azza wa jalla ka distancuar nga kjo akuzë. Andaj çdo njeri i cili e akuzon Aishën radhiyallahu ta'ala anha pas kësaj me të njëjtën akuzë është përgënjeshtruesi Allahut azza wa jalla. Dhe ai i cili e përgënjeshtron Allahun subhanahu wa ta'ala, pa dyshim se është kafir në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj nëse janë arsyetuar ata cilët nga neglizhenca apo pa dituria kanë thonë diçka për Aishën radhiyallahu ta'ala anha nga sahabet, sepse nuk ka pat tekst në atë kohë dhe Allahu nuk e ka distancuar dhe nuk e ka spastruar Aishën radhiyallahu ta'ala anha nga kjo vepër, atëherë nuk arsjetohen ata cilët i thonë të njëjtat fjalë pas britjes së këtyre ajeteve për Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Andaj thot Allahu ulaika al-mubarra'un mimma yaqulun. Ata, kush janë ata? Kan thonë dietarët, ata kthehet tek njerëzit e mirë, të mirët dhe të mirat, për të cilët i përmend Allahu në ajetet më sipër. Tjerët kanë thonë ata janë Aisha edhe Safwani, të cilët i kanë akuzuar njerëzit me zina. Këto janë të distancuar nga akuza e kotë të cilën u kanë bërë njerëzit e këqij, thot Allahu lahum maghfiratun wa rizqun karim, dhe ato kanë falje nga Allahu dhe rizqun karim. Ka thënë Ibn Kathiri, dietarët e selefit janë pajtuar se rizqun karim ka Allahu për qëllim xhennetet e Allahut azza wa jall. Domethënë ato Allahu do t'i fal dhe do t'i fut në xhennetet e tij subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha është veçuar në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe kina përmend disa prej veçorive, si për shembull se Aisha radhiyallahu ta'ala anha është e vetmja grua në shtëpinë së cilës ka zbrit Kur'ani, prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej veçorive të saj është se Aisha radhiyallahu ta'ala anha është njeriu më i dashur tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Domethënë më i dashur prej krejt njerëzve dhe më e dashura prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej veçorive të saj është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se një prej melekëve para se të martohet i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam Aishën, ja ka pru Aishën radhiyallahu ta'ala anha me një copë mëndafshi, duke i tregu se ajo është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dinjë edhe në ahiret. E kur themi në ahiret, e dim se i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam është i pari i cili ku do të jetë në xhennet. Andaj edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha është prej banorëve të xhennetit. Po ashtu prej veçorive të cilat i kina përmend dersin e kalum është se Xhibrili alayhi salam i ka bë selam Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Prej veçorive është se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka tregu se Aisha është prej banorëve të xhennetit, siç transmeton Hakimin Mustedrekun e tij, ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ja Rasulullah, cila prej bashorteve tua do të jetë shoqëruesja jote në xhennet? Ka thonë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, dijoj Aisha se ti je njëna prej tyre. Do të thonë njëna prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila do ta shoqëron të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam në xhennet. Thot Sheikh al-Islam Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala, afdalu nisa'i hadhihi al-umma Khadija
wa Aisha wa Fatima. Gratë më të mira të këtij ummetit janë Khadija, Aisha edhe Fatimja. Thot wa fi tafdili ba'dihinna ala ba'd niza'un wa tafsil, ndërsa t'i japin përparësi njënës ndaj tjetrës, thot është çështje pak më e gjatë, në cilën ka detaje shumëta. Po mendimi i shumicës dietarëve të ehli sunnetit është se gruaja më e mirë prej këtij ummetit është Khadija, pastaj Fatimja, pastaj Aisha radhiyallahu ta'ala anhunna ejma'in. Do me thonë pas Khadijës edhe Fatimës vjen Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe atë për argumentet e preme cilat i ka përmend Ibn Hajarin Fath al-Bari. Ka vdek Aisha radhiyallahu ta'ala anha në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe atë në vitin 58 hijretit, në kohën e khilafetit të Muavijut radhiyallahu ta'ala anhu. Para se të vdesë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka shkruajtur një wasie, një amanet. Edhe prej sendeve të cilat i ka lënë në amanet ka qenë që të varroset atë natë ose atë ditë kur të vdesë. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka vdek pas namazit vitrit, e ka fal namazin e vitrit, edhe ka vdek radhiyallahu ta'ala anha, dhe ka lënë amanet që të varroset atë natë dhe mos t'ia fal xhenazën askush përpose Ebu Hurerës, do me thonë si imam. Mos dale askush si imam në xhenazën asaj përpose Ebu Hurerja, dhe Ebu Hurerja radhiyallahu ta'ala an ja ka fal si imam xhenazën Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Në shtratin e vdekjes e ka vizitu Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe i ka thonë mos u mërzit o Aisha, nga se ti je duke unis tek i dërguari Allahut dhe tek Ebu Bekri dhe Omeri. I tregon Abdullah ibn Abbasi pozitën e Aishës tek në zemrat e besimtarëve. Ne mendojnë o Aisha për ti se ti je unis tek i dërguari Allahut. Edhe tek Ebu Bekri do të takohesh me të dërguarin Allahut, me burrin ton dhe pejgamberin e Allahut, pastaj do të takohesh me babën ton, me Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj mos u mërzit se je tu taku me këto njerëz të ndej. Pastaj Abdullah ibn Abbasi ka përmend disa prej veçorive dhe prej sendeve të cilat i ka thonë, dhe mos haro se Allahu azza wa jall ka zbrit për ty ajete dhe ka distancu nga akuzat të cilën e kanë bërë njerëzit e këqij cilët kanë folë për Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Në këtë vit ka vdek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe siç thamë është varros në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka ardhur në emanetin asaj se ka thonë më varrosni tek shoqet e mia, ajo është tek gratë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë mbarojna, me thonë, dersin ton rreth Aishës radhiyallahu ta'ala anha, vazhdojna me gratë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derset ashme lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të na bashkojë me nanat e besimtarëve në Firdausil A'la, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.